Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, në këto momente do të ndalemi në të tjera zhvillime, e në fakt për vatrat e zjarit, situatën problematike të krijuar në disa zona edhe për shkak të temperaturave shumë të larta, por nga ana tjetër, zjarre të shpeshta të vëna qëllimisht, në disa raste për çështje kullotash, por në raste të tjera edhe nga dashakeqësia. Ndërkohë me mua në studio vjen tjetë avokati Alban Turaj në lidhje direkte eksperti për çështje të sigurisë Fëtion Softa. Do të ndjekim shkurtimisht një material në lidhje edhe me të dhënat zyrtare të publikuara nga Ministria se si është situata aktualisht sa i përket vatrave të zjarrit në vend dhe çfarë masash po merren. E ndjekim dhe më pas kthehemi për të diskutuar mbi këtë plan masash dhe efektshmërinë e tij në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë shënuar 18 vatra zjarri në 12 bashki, përfshirë disa zona në Vlorë, Sarand, Kavaj, Tiranë, Berat, Elbasan dhe të tjera. Fatmirësisht të gjitha vatrat janë shuar pa shkaktuar dëmen e njerëz, banesa apo kafsh. Sipas të dhënave zyrtare, zjarret kanë përfshirë rreth 35.9 hektar sipërfaqe, kryesisht me shkurre dhe barishte. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 266 forca operacionale, 35 automjete zjarr fikse dhe helikopteri Cougar i forcave të armatosura. Në kuadër të përballimit të situatës së zjarreve në jug të vendit, forca ajrore ka intensifikuar monitorimin ajror me dron, duke garantuar vëzhgim të pandërprer ditën dhe natën mbi zonat më të rrezikuara nga flakët. I gjithë mekanizmi mbrojtjes civile në nivel vendor dhe qendror mbetet i angazhuar në ndjekje të situatës. Gjithashtu mëngjesin e sotëm raportuan 2 lëkundje tërmeti, e para me magnitudë 3.9 të shkallës së Richter me thellësi 15 km dhe epicentër në Fushkrujt, Durrës dhe e dyta me magnitudë 3.8, thellësi 15 km me epicentër në Zallher, Tiranë. Nuk ka dëme në njerëz apo ndërtesa. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregohen të kujdesshëm, sidomos gjatë ditëve me temperatura të larta dhe të raportojnë situatat emergjente në kohë pranë strukturave vendore. Mirë, ndoqë materiali në lidhje me situatën aktuale, zoti Softa, sa të angazhuara i shihni institucionet në nivel vendor të qeverisjes veçanërisht për të përballuar situata të tilla? Ne u bëm disa vite që kemi të njëjtat probleme që përballemi gjatë periudhës së verës, gjatë periudhës së këtij sezoni, që tashmë ka nisur më herët, pra hera parë që në një periudhë siç është qershori, kemi me temperatura kaq të larta dhe fillimi i shfaqjes së vatrave dhe zjarreve masive. Dhe sigurisht që përveç një lloji eksperiencë të krijuar, përsëri ka shumë mangësi dhe mangësitë më të mëdha janë në teknologji. Janë në burime njerëzore dhe rakordimi i punës midis pushtetit lokal, emergjencave dhe policisë së shtetit. Kemi investuar në një lloj teknologjie që ne thamë dhe nuk po flitet më për dronet, ku dronet do të mbikëqyrnin jo vetëm në rastet e zjarreve. Keni fjalën për satelitët, që do të na jepnin informacion. Për satelitët, po, për satelitët, të cilët u bën 2 vjet dhe nuk ka asnjë lloj informacioni çfarë efektiviteti kanë pasur dhe kanë sjell ata në këtë drejtim. Qoftë për ndaluar ngjarje të ndryshme, qoftë për të mbikëqyrur, për të vlerësuar masën e dëmit e tjerë. Dhe masat për parandalimin e zjarreve duhet fillojnë që në janar. Nuk e di çfarë masash janë marrë, ne merremi gjithmonë me pasojën, merremi gjithmonë me zjarrin. Dhe her pas here në shurën e zjarreve për shkak të mungesës së teknologjisë kemi kërkuar ndihmë si nga Italia, ashtu dhe nga Greqia duke marrë helikopter apo avion. Shqipëria duhet të investojë sepse gjithë kjo pasuri është një pasuri kombëtare, është dëm i madh ekologjik dhe është dëm i madh që i bën edhe ndryshimeve klimatike. Dhe janë zjarre të cilët vijnë të qëllimshme apo vijnë për shkak të temperaturave. Kanë korridore, kanë distanca, kanë monitorim, kanë investuar policia e pyjeve, lloj policisë kemi krijuar. Sa përqind ka qenë zbulueshmëria, nëse kemi të bëjmë me zjarrvënie të qëllimshme apo janë raste aksidentale? Një pjesë e zjarreve janë të qëllimshme. O sa janë raste të zjarreve të qëllimshme dhe janë të qëllimshme për kullotat e tyre, sepse mendojnë se i shërben tokës, pra sipërfaqes, ngastrës së tyre të tokës bujqësore, apo me një qëllim tjetër, si të shpesh diskutohet që në ato zona ku ne shohim zjarre masive, më pas do të shoqërojnë edhe me leje specifike për ndërtime, për resorte apo edhe të tjera?
Po një pjesë vjen për shkak të pakujdesisë, sepse shpeshherë në afërsi kemi djegje të plerave, djegje të produkteve e tjera dhe mjafton një gjë e tillë për të krijuar në këto temperaturë të larta mundësinë e përhapjes së zjarrit. Mjafton era, temperaturat e larta dhe mund të krijojmë si që djegje. Është rastet kur një pjesë e njerëzve shkojnë në pyje ndezin zjarre, një pjesë i përdorin për qëllime të caktuara sepse duke vënë zjarrin e lirojnë dhe e kthejnë nga pyje në një tokë tjetër që mund t'i kërkojë pastaj leje zhvillimore për t'i zhvilluar dhe kryesisht ndodh në zonat bregdetare, në ato zona ku janë më shumë premisat për t'i zhvilluar nga pikpamja e investimeve për ndërtime. Dhe një pjesë për kullota, por kullotat pastaj janë më problematike sepse nuk do të shkojnë deri në pyje për të bërë për të krijuar djegjen për kullota, po janë më shumë thash për leje zhvillimore, po një pjesë vjen edhe për shkak të pakujdesive. Ndërkohë, nisur nga dispozitat ligjore, si ndëshkohen në raste të tjera të zërvënies së qëllimshme në Shqipëri? Sa zbardhen dhe sa prej tyre në përqindje pra shkojnë deri përpara dyerve të drejtësisë dhe marrin ndëshkimin për veprën e kryer? Nuk kemi statistika të qarta për sa i përket përqindjes pra të këtyre zjarreve, përqindjes së zbulueshmërisë, sepse ka shumë zjarre për cilat organi i akuzës nuk i ka zbardhur dhe nuk ka çuar përridhoj asnjë person nën bankën e të akuzuarve apo përpara përgjegjësisë penale, por rastet të cilat i ka zbuluar, ato kanë marrë dënim dhe natyrisht që marzhi i dënimit është shritur 3 deri në 7 vite. Pra janë dispozita ligjore ka pësuar ndryshime me raste. Por mendoj që nuk është penaliteti. Pra ne gjithmonë gjejmë le të themi të vetme zgjidhje për të parandaluar shkaqet, ndryshojmë apo përditësojmë dispozitat ligjore duke rritur masën e ndëshkimit. Nuk është masa e ndëshkimit ajo që do parandalojë zjarrin, përkundrazi, edhe pse ne kemi pothuajse një herë në 2 vite ose një herë në 3 vjet ndryshim apo rëndim të masës së dënimit për ata të cilët i shkaktojnë këto zjarre. Më tepër besoj dhe jam i mendimit që ne nuk kemi një angazhim i cili duhet jetë i strukturave shtetërore, duke filluar që nga organi i cili merret me menaxhimin e drejtorisë së zjarrfisëve, e cila është pranë çdo bashkie, bashkëpunimit që duhet kenë edhe me komunitetin, pra nëse do t'i referohemi viteve përpara viteve 92, pra në kohën e regjimit komunist, mendoj që ky ka qenë një nga sektorët i cili ka funksionuar më së miri. Kjo ka funksionuar për shkak sepse ka pasur bashkëpunim mes organeve shtetërore dhe komunitetit. Pra trajnime të vazhdueshme, edhe nëse kishte një zjarr, mënyra se si përdoreshin pajisjet, të gjithë kanë pasur mundësi edhe në uzina, në fabrika, në qendrat e punës. Më pas nuk shkojnë në të njëjtën linjë. Pra, kurse sot ka indiferentizëm. Kemi nga njëra anë punonjës të cilët janë të angazhuar, pra punonjësit e zjarrfisëve, të cilët shteti nuk i jep pas pagesën për sa i përket orëve shtesë, pra ata nuk e marrin. Detyrohet që kam raste që jemi në proces gjyqësor për të marrë pagesat e orëve shtesë. Nuk kemi rritje page, duke qenë se buxhetin e ka bashkia dhe bashkitë e kanë të pamundur për të përballuar paga të larta. Pra nëse ne kemi rritje të pagës së punonjësve të policisë, shumë mirë që rriten pagat, nga ana tjetër duhet kemi duhet kemi një lloj motivimi, edhe pse ata japin maksimumin. I kemi quajtur si heronjtë e heshtur. Avokat, shumë kënaqësi tu kisha në studio, zoti Softa, faleminderit për kohën tuaj. Do të kalojmë